Ai qëndron përballë saj, i lodhur, me sytë e skuqur dhe zërin që i dridhet, por këtë herë fjalët i dalin edhe më të thella, më të sinqerta, si një rrëfim që i vjen nga shpirti. Unë do shkoja deri në fund të botës për motrën time. Do bëja çdo gjë për të. Çdo gjë, Ola. Nuk ka asgjë që se bëj për ty. Ai ndalon një çast, e sheh drejt në sy, sikur kërkon ta zgjojë nga brenda. Kjo duhet të vi me mua në shtëpi. Kjo është e vërteta, sepse kjo që shoh këtu nuk je ti. Ti je vajza më briljante, me një forcë karakteri që pak njerëz e kanë. Ke guxim, ke vendosmëri, dhe sa herë familja ka pasur nevojë, unë kam qenë aty, me gjakun tim, me familjen time. Zëri i ngrihet paksa, jo nga zemërimi, por nga dhimbja që po i shpërsen. S'kam asgjë me atë djalin, asgjë, nuk është puna aty. Është puna tek ti, tek ajo që je dhe ajo që po bëhesh këtu. Kthehet nga Arbana, sikur kërkon që dikush ta kuptoj më mirë peshën e asaj që po thot. Nuk kemi fjetur gjumë prej kësaj, një muaj të tërë. Jam kthyer 3 herë për këtë, për Fabiolën, vetëm që të jam pranë saj, vetëm që të mos e lë vetëm. Fjalët i rëndohen, i mbushen me ndjenjë. Unë e dua të mirën e motrës time, e dua shpirtin e saj, nuk dua ta shoh kështu, nuk dua ta shoh duke u humbur. Ai afrohet pak më shumë, zëri i ulet, bëhet më i butë, por edhe më i zimshëm. Prandaj kam ardhur, që kjo të mos shkoj më gjatë, sepse sa më shumë kalon koha, aq më shumë po largohet nga vetja e saj, dhe kjo më dhimb më shumë se çdo gjë tjetër. Në atë moment, nuk është më një debat, nuk është më një spektakël. Është një vëlla që lufton me fjalë për të mbrojtur motrën e tij, për ta rikthyer tek vetja, tek familja, tek ajo që ai beson se është e vërteta e saj. Dhe në ajër mbetet një ndjenjë fortë, dashuria e një vëllai që nuk kërkon asgjë për vete, përveç se ta shoh motrën e tij mirë.